Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush një reagim të Eglit. Egli ditën e djeshme në një grup në Instagramin e saj, do të thënë Egli ka hapur një grup në të cilin ka përfshirë disa fansa të saj të cilët e ndjekin, ku aty ndan me ato video, ndan momente, ndan fotografi të ndryshme nga momentet e jetës së saj. Është një metodë që zakonisht personazhet publik përzgjedhin ta bëjnë në për Instagramet e tyre, krijojnë disa grupe ku përzgjedhin disa miq, mikesha, fansa që të bëhen pjesë të atij grupit, nuk ke të drejtë të shkruash, nuk ke të drejtë të komunikosh, ke thjesht të drejtën të bësh like edhe të shohësh statuse dhe video, fotografi që vetë personazhi në fjalë i lëshon tek ai grupi. Dhe në këtë rast, Egli Tako ditën e djeshme, në këtë grupin të cilin e ka krijuar në Instagramin e saj, ka publikuar këtë video që ju do të ndiqni dhe po ndiqni në fakt tani, ku Egli Tako thot që na presin ditë të bukura, na presin këngë të bukura, na presin momente të bukura, na presin momente të lumtura dhe do ta shijojmë pafund famën që na vjen në vazhdim. Egli ka thënë na presin dhe ka thënë ju duam. Kjo nuk kupton që Egli vazhdon të funksionojë dhe vazhdon të veprojë së bashku me Gjestin. Në shumë komente shoh përse Egli nuk ka qenë natën e mbrëmshme me Gjestin. Është pak e kam shpjeguar një herë, vazhdoj ta shpjegoj edhe një herë. Egli dhe Gjesti mbrëm nuk kanë qenë së bashku sepse Egli e para njëherë nuk ka qenë e ftuar në turin në të cilën Gjesti ka një muaj gjatë majit, ndërsa është i ftuar si këngëtare dhe Gjesti dhe normalisht Egli tani ka projektet e saj, ka punët e saj, ka xhirimin e videoklipit të saj, ka incizimin vokalistik dhe normalisht që nuk mundet të qëndroj në çdo udhtim me Gjestin apo të shkoj nga mbrapa Gjestit, sepse Gjesti ka profesionin dhe ka punën e tij. Egli do të jetë në për koncerte në momentin kur do të jetë e ftuar. Në qoftë se Egli nesër do të ftohet për shembull në Gjermani apo do të ftohet në SKP apo do të ftohet në Kosovë, pa marrë parasysh ku, Egli do të jetë me patjetër prezente në atë koncert. A do të ftohet me Gjestin, a do të ftohet me Kellin, a do të ftohet me Noizin, pak rëndësi ka, Egli do të jetë pjesë e koncertit. Do me thënë, në këto koncerte në Europë është të ftuar Gjesti si këngëtar dhe me patjetër që Egli nuk do ta shoqëron sepse Egli është vetë këngëtare. Asnjë këngëtare nuk e shoqëron burrin e saj këngëtar në për koncerte, të cilat janë koncerte të diskotekave në për Europë apo qoftë në për Ballkan. Zakonisht i shoqërojnë në për mbrëmje gala, që nuk kupton. Për shembull, po të ketë Gjesti një koncert në në Tiranë me Bashkinë e Tiranës e tjerë me patjetër që Egli do të jetë aty dhe do të ndjekën Gjestin dhe do ta shoqëron, por në koncerte të cilat janë koncerte për fansat e tij, do të thënë koncerte të organizuara nga organizatorë të ndryshëm, mbrëmje rinore, kështu le ta themi, Egli nuk ka përse sepse Egli nuk është e ftuar si këngëtare që të performojë dhe të këndojë me Gjestin. Profesionet janë të ndara. Edhe Loredana po të ishte pranë me Jozin, unë e di shumë bukur që brenda në shtëpinë e Big Brotherit Jozi ja ka thënë që nuk e qa vinë në koncerte me mua. Nëse do më ftojnë mua, do t'jem unë i ftuari dhe zakonisht këngëtarët shkojnë me menaxherët e tyre, shkojnë me muzikantët, shkojnë me DJ-in në këtë rast që është Gjesti, domethënë kanë atë grupin që udhtojnë dhe normal që Egli përse Egli nuk ka qenë ftuar fare në koncert dhe nuk ka arsye përse të shkon. Gjesti dhe Egli mund të mbajnë marrëdhënien e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ato flasin nëpërmjet telefonit, mund të komunikojnë me kamerë, shumë gjëra të tjera, por ajo që ndoshta i mungon publikut është dashuria që do të bëjmë një krahasim që Luizi falte në kohën kur Luizi dilte në për koncerte. Për shembull, në kohën kur Luizi ishte në koncert dhe ngjiteshte në skenë, pikërisht ishte një moment që i bënte Kiarës telefon me kamerë edhe e kthente nga i gjithë publiku celularin dhe kjo nuk kuptonte që publiku kënaqej sepse e shikonin që Kiara po argëtohej me këtë gjën. Edhe Luizi dhe Kiara po kalonin momente shumë të bukura.
Ndërsa në anën tjetër, në këtë rast që kemi Gjestin, qytetarët apo fansat e tij apo ndjekësit e tij e kanë qejf të shohin këto momente dhe Gjesti është më i fokusuar në këngë, në daljet e tij skenike, në realizimin e tij të ëndrrës të muzikës, do me thënë është te vallëzimi të gjithçka, nuk e përmendën Eglin në sken, sepse ka edhe një moment ku shqiptarët thonë që Gjesti ka përmendur Eglin, nuk është e vërtet që ka thënë Egli më mungon, dhe se ka përmend fare. Dhe për këtë gjën ka shumë lart e poshtë thashë theme për ato të dy. Por Egli ka postuar këtë video që është duke ardhur me një projekt të bukur që ju jeni të informuar sepse Egli e ka nxjerrë në Instagramin e saj këtë projekt. Është duke ardhur me një super klip, një këngë që besoj do të jetë një këngë që do t'i kushtohet një dashurie me patjetër, sepse nuk do të jetë një këngë që nuk do t'i kushtohet dashurisë. Egli në karrierën e saj artistike, po të hulumtojmë këngët e saj, do me thënë të gjitha mbajnë tematikën e dashurisë, tematikën e ndarjes, dhe Egli, si të gjithë artistët e tjerë, me patjetër punojnë që të ngjiten sa më shpejt në sken dhe të përfitojnë nga ngjitja e tyre në sken. Në këtë rast, siç është ngjitja që Egli do të bën me këngën e saj të re. Që të mos keqkuptojmë edhe, të mos keqkuptohet edhe publiku, Egli Tako nuk ka arsyen përse të shkojnë për koncerte me Gjestin. Ne duhet ta kërkojmë Eglin në qoftë se Egli do pi një kafe me Gjestin. Ne duhet ta kërkojmë Eglin të na nxjerrë një fotografi me Gjestin në Instagram ose një story, që ato të dy janë mirë dhe po kalojnë shumë bukur dhe marrëdhënia e tyre shkon në rritje e sipër. Ne duhet ta kërkojmë Eglin edhe Gjestin të shohim në një emision bashkë duke folur për karrierën, për jetën, për marrëdhënien e tyre. Dhe jo të shkon Egli te koncerti, sepse Egli nuk ka arsye përse të shkon te koncerti, nga që në poster, në atë posterin e atij koncertit është Gjesti. Dhe nuk ka askush për post tjetër në atë datë. Tashi data 7 është rezervuar për Gjestin. Data 8 është rezervuar për Gjestin. Tashi nuk mund të shkon aty Noizi, sepse Noizi nuk ka ftesë. Unë mendoj që artistët dhe këngëtarët ruajnë pak atë nivelin e tyre dhe është më së normale që do ruajnë, sepse tani nuk mundet aty këngëtarët të shkojnë kot ta ngjojnë Gjestin, të ulin veten e tyre. Dhe Egli këtë gjë do me thënë po bën, thjesht respekton autoritetin e saj, respekton vlerën e saj artistike si këngëtare dhe njëkohësisht respekton edhe dashurinë e jetës së saj. Ne duhet të kërkojmë nga Gjesti dhe Egli në privatësinë e tyre, në përditshmërinë e tyre dhe jo në koncertet e tyre. Ky është mendimi im. Dua të marr mendimin tuaj në këtë pjesë.